Gjenneti yt I ka të dyr, prej cilës vall mu kanë me mthir, të lutem Zot me ngulm kërkoj, Firdausin dua ta shëgoj. Afër burime dhe dua t'jem, ku shpirti qlodhet e gjen me lhem, aty t'kënaqe me t'baj se fa, e t'mund t'a shohun atë Mustafa. E pra hatun s'ka me u ba, fytyrën tane Zot pa e pa, një fjallë prej teje pa e dëgju, kur nuk hidhrohe bun ma me ju. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد إله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بيدهم إلى يوم الدين وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Falenderojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesin e tokës dhe të qiejve. Atë e falenderojmë prej tij, kërkojmë ndihmë dhe falje tek Allahu azza wa jall, mbështetemi. E sa mbështetje e mirë është kur robi mbështetet tek Ai. Hamd dhe falenderim I bojmë Allahut te bareke wa ta'ala, derisa të kënaqet me ne, edhe pasi që të kënaqet Allahu azza wa jall me ne kërkojmë ndihmë dhe mbrojtje tek Ai dhe shpresojmë takimin me te në ditën e gjykimit. Pastaj dërgojmë salavat për të dërguarin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tyre deri në fund të kësaj dunjaje. Pastaj të nderuar vëllezër, përkujtojeni një ditë kur dielli është mbi kokat të njerëzve, asa dëshiron Allahu te bareke wa ta'ala, dielli do të qëndron mbi kokat të njerëzve dhe njerëzit nuk kanë mundësi as një kërkesë për të shpëtuar nga kjo vapë e madhe që Allahu azza wa jall e ka lajmëruar në Kur'anin e Kerim prej shenjave të kiametit apo daljes para Allahut azza wa jall që I paraprit. Në një tokë të rafsh, në një tokë pa brege, në një tokë pa male dhe penë dhe drunje dhe kodra dhe kështu me radhë, është tokë e rafsh, njerëzit të grumbulluar, njerëzit të zhytur në djes,
Ka në hadith se disa janë të zhytur në djerës deri të zogu I kamës, e disa janë deri të gjunjët, e disa janë deri në bel, e disa mbulohen të nga djerësët të cilat ju vinë prej vapës së madhe dhe prej trishtimin. Thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, është një ditë e vështirë sa që në atë ditë do të ikë fëmija prej babës së vetë, nuk e kërkan baba fëmin e vetë, dhe nana gjithashtu nuk I kërkan fëmin e vetë nga trishtimi I madh I kësaj dite të cilën njerëzit do ta përjetojnë. E vallë, kush janë ata të cilët Allahu Azza wa Jall do t'i privan dhe do t'i dallan dhe do t'i cilëson prej robëve më të mirë. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, në ditën e gjykimit Allahu te bareke ve taala do t'i veçan 7 kategori të njerëzve e do t'i strahan në hijen e arshit të tij madhështor. Allahu te bareke ve taala I dallan këto njerëz dhe I veçan këto njerëz dhe I shpëtan këto njerëz. E tani të nderuar vëllezër, ne do t'i përmendim këto njerëz, e nëse te e gjen veten nga këto, falendera Allahun Azza wa Jall. Falendera Allahun Azza wa Jall se je I nderuar. E nëse nuk e gjen veten nga këto 7 kategori të njerëzve, lutë Allahun te bareke ve taala në sejdë, shumë lutë Allahun Azza wa Jall që të banë ndonjërin prej këtyre 7 kategorive të njerëzve. Nuk është një njeri, janë kategori të njerëzve. Me një kategori mund me hy shumë njerëz, e deri në 7 kategori që Allahu Azza wa Jall I merë në kujdesja, po I vendos në hijen e arshit madhështor. I pari prej atyre është Imamun Adil, imami I drejt, prijesi I drejt, njeriu I drejt. Këtu të nderuar vëllezër, nuk ka të bëjë veç ai I cili është kryetar I një vendi, nuk është bëjë veç ai I cili është pres, por tu ka thonë ulemat në komentin e kësaj fjale, imami I drejt, prisi I drejt mund të jetë edhe baba I cili e udhëheq shtëpinë e vet. Andaj o babi dashur, sa je I drejt dhe sa gjykan me drejtësi në shtëpinë tënde, o babi dashur, sa kanë dalë fëmija jo, sa ka dalë prej duarve tua, madje nuk e ke dert dhe gajle, nuk mërzitesh kur fëmijët e tu e hidrojnë Allahun Azza wa Jall jashtë, e ti rrin rahat në shtëpinë tënde, pasi që ka kaplu kymlet I dunjas, ka kaplu pasuria e dunjas, ka kaplu shoqëria e keqe dhe kështu më radhë, dhe nuk dal me shiqu me u bo prej prindërve dhe prej udhëheqësve të drejt. Nuk numërohet njeri I drejt kur I shef gjunahet dhe nuk I ndalen ato. Nuk numërohet njeri I drejt, por njeri I drejt është ai që kur cenohet nderi I ati, kur cenohet vendi I ati, kur cenohet e drejta e ati, reagan dhe thot se kjo nuk është ashtu, duhet me bon ndryshe. Ky është imami I drejt dhe prisi I drejt, I cili gjykan me drejtësi, I cili gjykan në mes njerëzve me drejtësi. E unë e përmenda këtu prindërin, se këtu ka shumë kategori që hynë, por prindëri është ai I cili neve sot na interesat më shumë, për shkak se nëse prindëri e ndalë fëmin e vetë nga e keqja, zvoglohet e keqja në vendin tonë. Zvoglohet e keqja në vendin tonë. Nëse prindëri mendon se hajtë se është fëmi, hajtë se I ka të drejtat e veta, sikur euro perindimore që dojnë, ka hynë në moshën madhore, ka të drejt të banë qka dërë. Jo, Allahi nuk ka të drejt me bo qka dërë, nga se Allahu Azza wa Jall ka vendos regula familjare se si duhet të jetë një familje. Andaj kujdesu o babi dashur dhe bahu pres I drejt në shtëpinë tënde me fëmijët e tonë. Pastaj, pas kësaj drejtësie vjen I riu që është rritur me adhurim ndaj Allahut te bareke ve taala,
madje tek ne presmi që fëmia jon fillimisht të zhytet në gjunahe, e pastaj të martohet gjithashtu me gjunahe, e pastaj jeton me gjunahe, e kur t'i ban 14 e 15, atëherë duhet me u falë. Pse? Se ka ardhur tani momenti, është afru më afër vdekjes, apo edhe krejt në pleqëri të defrohem, e të knaqen e që Allahi nuk është knaqësi. Nuk është knaqësi, me ndonë që të knaqet, e pastaj me e shfrytëzu, me u kthy ka Allahu Azogjel, dhe kur të vdes me shku në xhenet, edhe tu ne nuk ja humb mi shpresën, por nuk duhet me e priti ndërruar vlla, kur të lakësh, apo kur të pësohesh dhe nuk ke mundësi me i bo Allahu Azogjel ibadet ashtu si që duhet. Pra, po na tregon pejgamberi alayhi salatu wassalam se në arshin e Allahut në atë ditë të nxehtë do të jetë i riu i cili është rritur me adhurim. Si i vogël e merr baba i vetë në xhami. Si i vogël jam mëson Kur'anin. Si i vogël jam mëson hakun ndaj Allahut. Si i vogël jam mëson gjërat që prekin tek të tjerët e gjërat që lavdrohen tek të tjerët, dhe kështu rritet duke e madhru dhe falenderu Allahun te bareke ve taala. E kështu që të ndëruar vëllezër, kujdesuni dhe për këtë pikë, nga se Allahu Azogjel na ka nderuar në vendin tonë. Kemi xhami, kemi ku të edukojmë fëmijët e tonë, kemi ku të mësojmë fëmijët e tonë imanin, besimin, islamin. Andaj mos e lani që ata të dëfrohen në rrugë dhe pastaj të devijojnë, e vështirë është pastaj me i kthy aty ku Allahu Azogjel e kërkan. Pastaj është njeriu zemra e të cilit është lidhur me xhami. Të rit, kur të lidhen me xhami të ndëruar vëllezër, ka hajër në te. Nga se, posa ta fal vaktin e parë, zemra e atij kërkon vaktin e dytë. E ne kemi shembull shumë këtë xhami tonë, të rit e mbushin xhamin, elhamdulillah. Nga se vakti i namazit, kur të përfundon, zemra automatikisht e ndjen dhe e kërkan që zemra ti të vjen në këtë vend përsëri dhe i shef po të njëjtit persona që vinë dhe e madhrojnë Allahun te bareke ve taala. Dhe këto njerëz për shkak të rëndësisë së madhe që e ka, Allahu Azogjel i strahan në arshin e tij në atë ditë të nxehtë. Pastaj janë kategoria e katërt, dy njerëz që duhen ndërmjet veti veç për hatër të Allahut te bareke ve taala, e që tek ne të nderuar vëllezër është zbe, jashtëzakonisht shumë kjo cilësi e bukur dhe e dashur tek Allahu Azogjel. Nga se me dash dikar për hatër të Allahut Azogjel, e di çka do me thonë? Do me thonë se Allahu ja ka bo vetës se vetë obligim me dash atë njeri i cili e dan dikar për hir të Allahut. A mendon se kjo është e vogël? A mendon se është e vogël Allahu Azogjel për shkak dashurisë tënde për një vëlla musliman për hatër të Allahut, Allahu me dash ty? Nuk është e vogël, nga se po strahan në ditën kur vapa është më e madhe dilli mbi kokat e njerëzve, Allahu po strahan në hijen e tij. Allahu Azogjel na po prej atyre. Andaj nëse e dan dikon i nderuar vëlla musliman, duaje veç për hatër të Allahut te bareke ve taala që ta marrësh këtë shpërblim. Ta marrësh këtë shpërblim të madh tek Allahu Azogjel dhe të jesh prej atyre që hën në mbrojtjen e Allahut te bareke ve taala, në dashurinë e Allahut te bareke ve taala dhe gjithashtu në arshin e tij ditën kur s'ka hije tjetër përveç asaj hije. Pastaj burri që ftohet nga një grua e pasur, e bukur dhe ftohet për imoralitet, ftohet për zina dhe i thot se ene e khafu min Allah, unë e friksohem nga Allahu te bareke ve taala dhe e refuzon që të shkan tek ajo grua për të bërë imoralitet. Dhe këta Allahu Azogjel e ka nderu dhe e ka fut në hijen e arshit të vet. I nderuar vëlla, a disa është e madhe me rënderin e dikujt,
A e di sa është e lartë me eru nderin e vllaut musliman, atë sa është e madhe, aq e kundërt e asaj është e ndytë dhe është e keqe dhe është e oltë sa që Allahu Azza wa Jall e ka cilësu prej veprave të ndyta, veprave të fliqura, immoralitetin. E ata që mbrohen dhe ruhen, e shep se në hadith ka arë një grua e pasur, një grua e bukur, e cila e josh njeriun. Një grua shumë e pasur dhe shumë e bukur, dhe kjo e refuzan. E qka të mërmendja sa që nuk shiqojnë dhe nuk shyrin të rritë të tonë, bukurin dhe pasurin, vetëm që të shfryn eqët e atyre, afu valë sa të tjetë dënimi, i madh për ata. Allahu Azza wa Jall na ruaj nga kjo vepër shkatruse e rinis, po edhe e pleqërisë në përgjithësi. Pastaj kategoria e 6, ai person i cili jep sadaka, sa që dora e tij e djathtë, nuk e sheh, dora e majt ka jep sadaka. E jep sadaka veç për hatër të Allahut te bareke ve teala, me qëllim që me arrit faljen dhe kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala, sepse ai që jep sadaka për hatër të Allahut e ka arrit faljen e Allahut. Ai që jep sadaka për hatër të Allahut, kjo sadaka bëhet shkak me ja shkri apo me ja lshy, me ja shdu veprat e këqija dhe me nderu Allahu Azza wa Jall në atë ditë kur njerëzit zhyten në djersë, e kjo është prej atyre që mbrohet në arshin e Allahut, ai i cili ka dhënë sadaka. Dhe e fundit në këtë hadith është ndëruar vëllezër dhe ajo më e ëmbëlta, më e mira që neve na duhet të jemi kësirat. Ai i cili e kujton Allahun te bareke ve teala në vetmi dhe i rrjedhin syt e atij lart. Qarë për Allahun e tij te bareke ve teala. A e kuptoni se çka do të thonë kjo të ndëruar vëllezër? Nëse ne jemi të mirë kur jemi me njerëz, jemi të ndershëm kur jemi pranë njerëzve, jemi me iman dhe jemi vepër mirë kur jemi pranë njerëzve, provoje veten kur je vetë, veç me Allahun te bareke ve teala, sa je i drejt, sa je i sinqert, sa je prej atyre që i friksohesh Allahut Azza wa Jall kur je vetë, që nuk shef as kush përveç Allahut te bareke ve teala. Në këto momente, nëse e ke ndi veten me frikë ndaj Allahut te bareke ve teala dhe ke çaj turën në vetmi për hatër të Allahut Azza wa Jall, nga dashuria dhe përmallimi për Allahun te bareke ve teala, dije se ti je prej atyre të strehuarve. Allahu te bareke ve teala na bof të tij. Allahu Azza wa Jall na ngjall zemrat tona dhe na mundson që t'i prekmi këto pika me imanin ton, me veprat tona të mira, të jemi prej atyre që bëjnë punë të mira dhe arrijnë dhe e fitojnë kënaqësinë e Allahut të lartë madhruar. Lut Allahun e lartë madhruar që të na falë, na ban prej robëve të mirë. Allahu Azza wa Jall t'i udhëzon të rit dhe të reja tona. Allahu Azza wa Jall t'i forcan pleqt e tonë, e t'i mëshiran të vdekurit tonë, e neve me ta në gjennet të në takan. Allahu në bo prej për mirëve, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.
Gjenneti yt I ka të dyr, prej cilës val mu kanë me m'thir, të lutem Zot me ngulm kërkoj, Firdausin dua ta shëgoj. Afër burime dhe dua t'jem, ku shpirti qlodhet e gjen me lhem, aty t'kënaqe me t'baj se fa, e t'mund t'a shohun atë Mustafa. E pra hatun s'ka me u ba, fytyrën tone Zot pa e pa, një fjallë prej teje pa e dëgju, kur nuk hidhrohe bun ma